Allahen, mas shumë të merë molle me i po të në shëqet, me nejtë, qysh kena nejtë, e qysh kena ljuhe, e qysh kena knuhe, e qysh tëna, mas shumë të merë molle. Se ta shëqet jenë largue, jenë dalë për i kanë shu venat e vetë, krejt jenë shkua, a rrallë që ka. Tash nuk shkani shpesh të njona tjetra, a? Jolla që të shkojna shpesh, i kam djelë të kunatet. Të kunata, a? Po, të kunatet. Shtu me kunata mire ke që usoj një kohë bashkë? Mire kena që u bëllë. Edhe me lirë. Po, se u donë për 63, tani me të vesh këta 3 vlaznia. Tani mirë t'i be kena që u bëllë. Mire, bëllë. Diçka që e prejk shumë dhe ndjen dhimbje të madhe është edhe ikja të rinjve nga vendi, pasi që edhe vetë ajo është prekur nga kjo dukuri. Po ikum se s'pa gjojnë punë. Allah, s'pa gjojnë që djoli jam, s'pa gjojnë punë kërkon, me social është. Sa fëmi i bane ti? Unë i kam 5 djele 2 qika. Ma e letë jekon me djema me qika? Allah, po qikat jenë për nënë, nuk muj dalëm ju bo. As djelë as qikat. Dhe qikat jenë për nënë matë dashnë kështa. A dalëm s'mu ju baj. A i ki kejtë në Kosovë, ka dojnë njën jashtë? Jalla, 2 kam Kosovë, 3 kam jashtë. Po, a? Kush u dali pari? Ma i pari u dalë djoli madhë. Cëllin vit? Para save? Pasha zëti që 50 vjetë gati u dalë. Jerë puna Allah se qashtë, pe i para lufte që i lipshin. Policia i lipshin. Me shku në shtri, pe i qatë hershet. U shku kë. A u mërzit edhe kure për cilë? Po, mërzit a balë, e këtë tjetëri u shku bashkë, kur ka krysh lufta në prekaz, u shku që këtë djoli dytë. Po, që shë, mërzi balë, E kuj treti? Kuj i treti, që i ke migjes, ja ka gjithë nusen në Kosovë këtë. Nëse, ata jenë pej kështëve, pa aja lirë rritat jenë në Suedi. E tani këtë djoli ka punu në autobus, këgja, si ku në këtëra, ku me migjetin, edhe ja ka qitë, e ka morë tani, ma ka morë djoli. Po, Allah po më dhime në bëllë. Po, pasha, zëti më dhime në bëllë, gjithë mërzit në sërë që të qëtë që të mërzit në gjithë. Allah e këpër konga më zvep heqë. Se mërzit në bekon kër i kënë në gërbetit. Kësh? Televizor. Kjo që i kënë në bre. Jemi hria për kjo tjetra. Që i kënë me Mahmut Feratën. Shëhreti? Shëhretja. Që i për i kënë në bekon kër gjatë gërbetit. Madje kur bie fjala tek fëmijët, Shukria përmend edhe kohën kur vajzat e saj janë martuar, si dhe komenton edhe vajzat e ditëve të sotme dhe marrëdhëniet e tyre re e vjetër. Allah e dyat më kanë dhimë të kje vëgla konë shkëllë e gjetë burën. Ade edhe kalzaj qështë. Edhe pe jume. E martu me shkaj, si një mirë, dyat mirë janë. A vinë shpesh? Po ti be vinë se kje reja me thretë shumë mi respekton. Reja jote, a? Reja jeme mi respekton shumë qikat. Vetë i thretë, vetë ju bë muhabet, vetë në sëbësojna, vetë me tesha, vetë me kretë kjemi bë muhabet shumë qikat një, faliminer pejsojna, se i ko 4.000. Edhe mua ti be më këqyre në masihin bëllë. Reja djolje, tëmë, këta thbijam se asijen bëllë, unë dëjnë tëmë. Për e jatë sëdit vëlla, diku kupanijet, diku panijet keq bëllë, diku mirë bëllë. E që në për reja jeme, që to që jeme to, edhe ato i kam shumë asështë aveq, kjo shumë, sidomos bijat që s'pejde kërkush, kjo shumë i respektan. Psa po kara ose që s'pidojnë bijat, a? Po, ti be po kalëzujet që shtë panijet. A shumë kjo mi respektan e mi threte, fletë telefon me tëre, kisha bo me asist rinis, që edhe që i në shku jashtë, që mus më mërzit, po nëjnë edhe mus më mërzit për njëve.
E sholla zëti i runë, kush është e kësë tonë jënë nonave të babave, me i rujt paret, me këqyrë, me punue, mos mi qua u dhe me rudhë, mos me hika ka nuk dohet heq, po, me na qua pare me ditë që i kanë prendit me i majtë, vlavt, nonës, babës, me ditë me kërkua. Punojsh qatë, punojsh jashtë, është mirë më këthy në kërsëju, ma onë. E që ty në jetima vëlla kësha basi, i shola përënia i gëzan, e i ruën nonat e tyne që i këqyrin, i shola zëti i shpërblen, e mësë ndonë se ma keq nuk ka. Me ljon jetima nuk ka ma keq. Këqyrë një thmin, dhe i satë muni, kisha pos që më përmisu e lojë me ardhë krejt atat t'jashtit, edhe me më qelë puna ka, më i disë edhe djoli kisha pos qëtë që me më hinë punë dikën. Me hapë venet rejat punës? Po, me hapë venet rejat punës, po me rritë rrëgat, me këte rrëgat që me bo, kur gjë. Me 100 evra që me bo.